Përshëndetje të gjithëve, nga unë Alken Çuko, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranzi. Sot kemi ardhur në një nga pikat e shumta të dyqaneve të Neranzi Organic Market. Neranzi njihet dhe është një nga pionerët e parë që në Shqipëri në fakt ka sjell produkte nga më të ndryshme, nga kultura të ndryshme në të gjithë botën. Por tre janë grupe elementet kryesore që ne na nevojitet për të ushqyer në mënyrën e duhur. Ato janë tre: karbohidrate, proteina dhe yndyrna. Dhe nëse do flasim për elementin e parë që ne na nevojitet për një ushqyerje të mirë, ajo është pikërisht burimi kryesor i energjisë, që janë karbohidratet. Këto janë disa karbohidrate, disa produkte ushqimore të cilat janë mjaft esenciale për të konsumuar. Ne kemi thënë shpesh, duhet të bëjmë një regjim ushqimor, duhet të ushqemi i shëndetshëm. Por nga fillon ushqyerja e shëndetshme? Ushqyerja e shëndetshme fillon pikërisht nga përzgjedhja. Pra, ne kemi vulletin tonë të lirë për të shkuar dhe për të zgjedhur produktet cilësore. Dhe pjadinat apo tortilat në formë të tillë janë një produkt inteligjent. Unë e konsideroj të tillë sepse ato, përveç se faktit të përzierjes së tyre me burimin e karbohidratit që është mielli, uji dhe elementet e tjerë, ka dhe një shtesë që është pikërisht panxhari. Rrallë herë gjejmë në treg produkte të cilat kanë kaq shtesa të vlefshme ushqimore dhe panxhari njihet për atë benefitin e tij të pasur me fibra, por edhe për atë elementin që është kyç në jetesën tonë, që bëhet fjalë pikërisht për hekurin. Dhe ne kemi sjell jo vetëm pjadina në formën e tillë të shtuar me shtimin e panxharit, por kemi dhe pjadina të cilat janë të përbëra me pure karrotash. Karrotat, si një produkt ushqimor, janë shumë të pasura me një element kryesor që bëhet fjalë për luteinë dhe zeaksantin. Këto janë dhe karotenoide patjetër, pra nga vetë emri karrota, të cilat japin atë ngjyrën karakteristike të verdhë, beta-karoteni, që është mjaft ideal dhe i rëndësishëm, sidomos gjatësinë së verës për të marrë atë pigmentin e lëkurës tonë. Por luteina dhe zeaksantina në veçanti janë dy element kryesor të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin e syve. Sidomos ata individët të cilët kanë probleme me shikimin apo me mjegullimin, luteina dhe zeaksantina bëjnë mrekullim. Dhe për të folur më tepër për karbohidrate, do kalojmë në një sektor tjetër së bashku. Dhe këtu kemi një raft mjaft interesant ku bëhet fjalë vetëm për burimet kryesore të karbohidrateve. Siç kemi folur dhe më përpara, ne do të përzgjedhim miellin nga raftet e dyqaneve të Neranzi Organic Market. Mielli është një produkt i gjerë, është një produkt i shportës tonë bazë, por sa i thjesht edhe sa elementar, aq edhe i pasur me vlera ushqyese është. Kur flasim për miell, ne kryesisht mendojmë vetëm miellin e bardhë, por ajo çfarë është e rëndësishme që ne të përzgjedhim është një miell i cili nuk është i përpunuar apo nuk është i ndarë nga krundet e tij. Krundet janë pikërisht ai elementi që miellit i japin, le të themi, këtë nuancën, pra këto ngjyrat që nëse ja afrojmë dhe shohim, kanë, le të themi, një reflektim apo një nuancë paksa me sparkla të zeza. Dhe këto janë pikërisht fraksioni i fibrave. Pra, shtresa e jashtme e kokës së grurit është ai elementi kyç esencial që tashmë në pjesën më të madhe të furrave të bukës mungon. Dhe konsumimi i miellit, pra i bërjes së bukës me një miell integral, na jep mundësinë që të marrim pjesën apo çdo element esencial që ne na nevojitet, duke përfshirë edhe vitaminet e grupit B, të cilat nuk duhet të harrojmë, janë vitamina mjaft e rëndësishme për shëndetin mendor, por dhe sistemin nervor në përgjithësi, duke qenë se marrim pjesë edhe në energjinë qelizore, duke çliruar atë dhe duke na bërë ne të mundur në metabolizmin tonë që çdo ushqim që konsumojmë ta konvertojmë atë në një molekula ATP-je. Pra, adenozin trifosfat, që është energjia kryesore që ne na nevojitet, qoftë edhe për të folur tashme që jemi duke e bërë. Nuk na nevojitet që të konsumojmë shumë, mjafton 50 deri në 100 gram miell integral në një racion ditor dhe kemi plotësuar dozën tonë ditore me karbohidrate. Dhe përveç miellit integral, ne kemi edhe produkte të tjera, të cilat do t'i shpjegojmë. Dhe një produkt tjetër shumë i rëndësishëm bëhet fjalë pikërisht për quinoan. Atëherë, çfarë ka të veçantë quinoa? Quinoa në fund të ditës është një karbohidrat, është një pseudodrith. Pse ne i quajmë pseudodrith? Sepse nuk është, le të themi, në formën e tij autentike një drith, por është një hibrid ndërmjet drithit dhe një produkti tjetër. Quinoa, në diferencë nga të gjithë homologët e vet, ka një element shumë të veçantë që janë proteinat. Quinoa përbëhet nga 8 aminoacide esenciale, të cilat janë
roli apo bllloqe ndërtuese kryesore të proteinave, të cilat ne nevojiten mjaft mirë për trupin ton, duke qenë se ndërtojnë masën muskulore, marrin pjesë në sintezë hormonesh dhe një fakt interesant në fakt për proteinat është që nëse do marrim vetëm një molekul prej tyre, pesha do ishte prapërsisht sa çdo peshonte edhe një tren. Kështu që është e nevojshme që ne të konsumojmë ato dita ditës, por duhet të kemi parasysh të konsumojmë proteina të plota. Diferenca e proteinave të plota ndaj proteinave jo të plota bëhet fjalë pikërisht ndërtimi strukturor i aminoacideve. Produktet me origjinë bimore zakonisht kanë mungesë të aminoacideve esenciale, ndërsa quinoa në diferencë prej të gjithë homologëve të vet i përmban që të tetë këto aminoacide. Prandaj është një burim proteinik shumë i mirë dhe një karbohidrat shumë esencial për ta integruar atë në regjimet tona ushqimore. Madje ne jemi mësuar për të konsumuar vetëm produkte të standarde siç mund të jetë buka apo orizi dhe quinoa mund të integrohet mjaft mirë për të ndryshuar pak të rutinën dhe për të na bërë stilin e jetesës më të lehtë. Përveç quinoas, në fakt mund të vazhdoj dhe kam dhe një produkt tjetër mbrapa meje që është pikërisht pureja e patateve. Një produkt inteligjent do thoja. Ne jemi mësuar apo na kanë thënë që patatja është një element apo një produkt që mund të na shëndoshi. Por në fakt interesantja është që asnjë produkt ushqimor ne nuk na shëndosh. Çfarë na shëndosh është pikërisht sasia që konsumojmë, shpeshtësia apo edhe mënyra se si e gatojmë atë produkt ushqimor. Prandaj produkte të tilla, të cilat na e lehtësojnë jetën tonë, duke na bërë të mundur që vetëm me një paketim të tillë të shtojmë ujë dhe vetëm ta trazojmë pa bërë asnjë punë tjetër, kemi siguruar burime komplekse të karbohidrateve. Karbohidratet në fund të ditës nuk janë armik. Ato janë një ndihmës shumë e madhe që ne të kemi energjinë në rutinën tonë. Dhe kur bëhet fjalë për pataten, patatja është një mbret i karbohidrateve komplekse për të na garantuar ne stabilitet energjetik, por nga ana tjetër edhe fibra rezistente të cilat na ndihmojnë dhe në balancimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke rregulluar kështu dhe mikroflorën intestinale, që ajo është më e rëndësishme në fakt kur bëhet fjalë për sa i përket imunitetit ton, por edhe mënyrës se si ne ndihemi apo dhe si ne ndihemi, duke qenë se ekziston një lidhje direkte ndërmjet zorrës edhe trurit. Sa më e shëndetshme të jetë zora jon, aq më i shëndetshëm duhet edhe truri jon. Produkte magjike nuk ka, por janë vetëm zgjedhje inteligjente që ne duhet të bëjmë për të siguruar vetes tonë një jetesë inteligjente. Dhe përveç karbohidrateve, kemi edhe produkte të tjera, të cilat më kryesore, mund të them, janë edhe proteinat që do flasim për pak. Dhe kategoria tjetër e produkteve apo elementeve kryesore që ne duhet të konsumojmë, siç e përmendën, janë proteinat. Ato elemente të cilat ne na ndërtojnë muskujt ton, por dhe hormonet tona. Ku i gjejmë proteinat? Pa diskutim, pjesa më e madhe e tyre gjendet në produktet me origjinë shtazore. Dhe në fakt, produktet detare janë ato të cilat ofrojnë sasi të konsiderueshme të proteinave me një fraksion shumë të ulët të kalorive. Kur bëhet fjalë për produkte detare të tilla siç është salmoni, kemi të bëjmë jo vetëm me proteina, por edhe me një element tjetër që është yndyrna. Atëherë, për sa i përket këtij produkti, ai na furnizon mesatarisht me 260 kalori për 100 gram, çfarë ne le të themi na siguron një burim kryesor energjie, por dhe një burim proteinik të mirë ku bëhet fjalë vetëm për 19.3 gram protein për 100 gram. Salmoni nga ana tjetër është shumë i pasur dhe me acide yndyrore esenciale omega 3 dhe omega 6. E veçanta e produkteve shtazore, për sa i përket acideve yndyrore omega 3, të cilat janë fraksioni kryesor ndërtimor i trurit ton, duke qenë se truri, pjesë më të madhe të ndërtimit të vet është i ndërtuar nga bazë yndyrore, pra nga DHA dhe EPA, që janë acidet yndyrore docosahexaenoik dhe eicosapentaenoik, është se kur konsumojmë produkte të tilla të pasura, këto acide yndyrore omega 3 ne mund t'i përthithim menjëherë, në diferencë nga produktet bimore, të cilat pa diskutim kemi të bëjmë në dyqenet e Neranzi Organic Market dhe me produkte premium siç është vaj ullirit ekstra virgin Himara apo edhe farat e Kias, të cilat janë të pasura me acide yndyrore omega 3, por diferencën ndërmjet këtyre omega 3 bimore dhe omega 3 shtazore që gjejmë në produktet shtazore, bëhet fjalë pikërisht për aftësinë që trupi jon ka për t'i konvertuar ato menjëherë në EPA dhe DHA që janë ndërtuesi kryesor i trurit ton. Përveç salmonit, siç e përmendëm që ka pasuri shumë të madhe me këto produkte, kemi edhe një mbret të detit, në fakt që është shumë i vogël, por jo më ka thonë që floriri është i vogël, por vlerën e ka të madhe, bëhet fjalë pikërisht për sardelet.
Ne në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market kemi dy forma të ndryshme të paketimeve të sardeleve. Sardele në vaj soje dhe i marinuar me limon dhe sardele me vaj soje me spec pikant. Ndryshe nga çdo produkt tjetër komercial që mund të gjejmë, këto produkte janë, le të themi, më të shëndetshme, duke qenë se përmbajtjen e brendësit të tyre kanë me vaj soje. Ndryshe nga varet e ndryshme vegetale, të cilat janë të rafinuar, janë të ekspozuar në temperaturave të larta, mund të kenë formim të radikaleve të lira, të cilat kontribuojnë në stresin oksidativ, le të themi rrisin inflamacionin kronik dhe le të themi shpërqendrojnë atë ciklin cirkadian të tonin, duke qenë se ndërhyjnë edhe në mënyrën se si ne bëjmë regjimin ton të ciklit gjumë-zgjim. Këto produkte janë shumë të shëndetshme për mos të na shqetësuar apo për mos na interferuar në këto ritme biologjike të trupit ton. Përveç këtij fakti, janë edhe më të ulta në kalori se sa çdo produkt tjetër që ne mund të gjejmë gjërësisht në treg, duke ofruar, le të themi, parapërsisht për 100 gram 100 kalori, çfarë i bën këto produkte mjaft inteligjente për të integruar në një regjim ditor shumë thjesht edhe shumë lehtë, duke dhënë edhe shije, por edhe komoditet dhe prakticitet. Dyqanet e Neranzit njihen për gamën e madhe të produkteve dhe duke qenë se flasim për produkte deti dhe për proteina, kemi edhe salmon të tymosur. Ne kemi sjellë në formatin e tillë 100 gram, çfarë bën atë ideal për brusheta të ndryshme apo edhe si një antipas e lezetshme për të integruar në një regjim ditor ushqimor. Dhe çdo vlerë ushqyese apo çdo atribut që ne folëm më përpara, salmoni i tymosur po ashtu i përmban këto vlera ushqyese kaq të rëndësishme. Dhe një element mjaft i rëndësishëm në një regjim ditor, pa diskutim, duhet të përfshijmë edhe produkte të cilat na ndihmojnë për të kombinuar shijet tona. Absolutisht ne nuk mund të konsumojmë apo nuk mund të jetojmë vetëm me shije standarde, me shije bazë. Shija, apo le të themi ushqimi, është një nga kënaqësitë më të mëdha që Zoti na e ka falur, dhe kështu që duhet ta shfrytëzojmë atë në maksimumin e tij. Prandaj kur vim dhe vizitojmë dyqanet e Neranzi Organic Market, përballemi me një gamë të madhe produktesh të cilat ndoshta edhe nuk i njohim. Prandaj unë do kisha dëshirë të përmendja një produkt mjaft interesant që bëhet fjalë pikërisht për zemrat e palmës. Palma në fakt njihet si një produkt famkeq. Ne e njohim palmën vetëm nga vaji i palmës, i cili është një produkt i rafinuar, një produkt i cili përmban acide yndyrore të ngopura, përmban shumë elemente të cilat na kontribuojnë në stresin oksidativ të tonin apo mund të formojë qendra tumorale në konsumimin e tepërt të tij. Por kur bëhet fjalë pikërisht për zemrat e palmës, pra imagjinojmë pemën e palmës që është një pemë gjatë e madhe, pikërisht pjesa qendrore e trungut të saj na vjen në këtë paketim të tillë inteligjent nga Neranzi, që jo vetëm i shijshëm, por dhe një produkt i cili na ndihmon që të ndihemi të ngopur. E rëndësishme për të konsumuar ushqim apo për të qëndruar të shëndetshëm është edhe ngopja. Zemrat e palmës, të cilat mund të gatuhen dhe mund të piqen apo dhe mund të skuqen në tigan si një zëvendësues inteligjent i mishit të pulës, mund të integrohen mjaft thjesht në regjimet tona dhe duke qenë një produkt interesant dhe për ata individ të cilët ndjekin dieta vegane apo edhe vegetariane. Një element tjetër do ishte dhe kimchi, që ne në fakt e kemi sjellë në dy forma të ndryshme. Të dyja janë shumë praktike, të dyja janë shumë elementare, por të dyja kanë diferencat e tyre. Kimchi në formën e tillë pra të konservës dhe kimchi në një konservë tjetër në paketimin e qelçit. Atëherë diferenca kanë përmbajtje apo teksturë të ndryshme strukturore, të cilat ndryshojnë vetëm nga mastikimi apo nga butësia e tyre. Të dyja janë produkte të fermentuara. Çfarë është kimchi? Kimchi është një produkt japonez, është një produkt i kulturës aziatike që praktikisht bëhet nga lakra. Pra, kjo lakër marinohet me erëza të ndryshme si hudhër, ginger, spec dhe erëza nga më të ndryshme, ku më pas lihen të fermentohen për një afat të caktuar kohor në temperaturë ambienti, ku aty zhvillohet një botë ndryshme mikrobiologjike, bakteriale, ku kryesisht dominojnë bakteret laktike. Bakteret laktike janë ato kryesore, le të themi, apo mbreti i gjithë mikrobiotës tonë intestinale, dhe produkte si kimchi, të cilat janë të pasura me probiotik, janë të pasura me prebiotik, të cilat të dyja duken fjalë antagoniste me njëra tjetrën, por probiotikët janë bakteret e gjalla, të cilat janë aktive në sistemin tonë gastrointestinal, dhe prebiotikët janë ushqimet të cilat këto bakteret
ushqehen me, pra si një substrat i caktuar për të zhvilluar, për të rritur një lloj si një fëmijë i vogël, atëherë ne jemi të sigurt që bëjmë një jetë cilësore. Dhe kimchi është pikërisht një nga ato produktet për të na lejuar që ne të jetojmë shëndetshëm. Përveç kimchit, një produkt tjetër që mund të përdoret mjaft mirë në të gjitha kuzhinat tona janë dhe faret e susamit. Janë jeshile, jo për faktin sepse faret e susamit janë jeshile, por sepse janë të lyera me një shtresë wasabi. Wasabi është përsëri një produkt aziatik, përsëri një produkt i cili është aromatik, është freskues dhe zakonisht përdoret në kulturën aziatike në gatime siç sushi është. Por, wasabi mund të përdoret mjaft mirë edhe në oriz, mund të përdoret mjaft mirë edhe në gjellëra të ndryshme, mund të përdoret mjaft mirë edhe në gatime, le të themi, inteligjente, të cilat mund të hidhen si topping sipër. Dhe përveç fareve të susamit të lyera me wasabi, kemi edhe një produkt tjetër, që është wasabi në formën e pastës. Ndryshe nga faret e susamit të lyera, wasabi në formë paste vjen në këtë paketim të tillë, i cili është mjaft praktik dhe mund të përdoret qoftë në sushi, qoftë në oriz, apo dhe në gjellëra të ndryshme të cilat mund të eksperimentojmë me shijen për të qenë paksa më eksplorues. Në fund të ditës, ushqimi është artë, kuzhina është artë dhe eksplorimi me shijet është individual. Përveç wasabit, kemi edhe një gamë të gjerë dhe të madhe të gjithë produkteve që Neranzi na ofron, duke nisur nga salsa chili, sweet chili, American barbecue. Kemi një salcë të ëmbël me mango që prapë mund të jetë shumë interesante për ta kombinuar me pul dhe pse mund të jetë e ëmbël apo se ka përmbajtje të lartë sheqeri, këtë nuk do të thotë absolutisht që është e pashëndetshme. Në fund të ditës produktet janë realizuar apo janë shpikur nga natyra që ne ti konsumojmë ato. Dhe kur vinë sidomos në paketime të tilla praktike, inteligjente dhe mjaft interesante, është shumë e rëndësishme që ne ti përdorim ato si një element ndihmues në regjimet tona ushqimore. Nëse shijet e ëmbla nuk na pëlqejnë, mund të kalojmë më pas edhe në shijet umami, siç janë mikset e gatshme apo pastat aromatike, të cilat realizohen me një miks specash dhe erzash, ideale për të bërë supra të ndryshme, apo edhe një miks erzash që janë ideale edhe për tava, siç mund të jenë patate, siç mund të jenë mishra të ndryshëm, apo edhe për të përdorur në fakt në vend të mirepuas që është, le të themi, baza klasike e gjellërave tona, pra qep, karrot, selino apo erza të ndryshme aromatike. Përveç këtyre erzave, kemi edhe konserva apo paketime të ndryshme, të cilat janë mjaft aromatike, mjaft me shije umami, siç është chili bean sauce, që në fakt realizohet nga fasulet e fermentuara të sojës. Përveç kësaj, kemi edhe produkte të tilla si pastat e specave, ku bëhet fjalë për yellow curry, red curry dhe green curry, cilën në fakt kemi në paketim edhe më të madh. Atëherë të treja këto janë pasta specash, të cilat thjesht janë përzier, janë miksuar dhe janë sjellë në formën e tillë që mund të integrohen mjaft thjesht në gjellëra të ndryshme, në oriz, për marinimin e mishrave të ndryshme, apo edhe për gatime të cilat janë dhe vegetariane. Produkte të tilla në fakt ne na lehtësojnë shumë punën, duke qenë se janë dhe hipokalorike, na ofrojnë edhe një element që është kapsaicina, që është një antioksidues shumë i fuqishëm, duke rivitalizuar gjithë metabolizmin ton, por dhe duke aktivizuar atë, por edhe termogenezën nga ana tjetër, duke qenë se produkte pikante ne na aktivizojnë metabolizmin ton dhe rritet aktiviteti termik, që është një aktivitet kryesor edhe kyç për sa i përket djegjes së kalorive. Dhe me gjithë të produkte që ne përmendëm në fakt që dhe kohë është shumë e limituar për të shpjeguar të gjitha, unë të ju sugjeroja të gjithëve që të vini dhe të vizitoni të gjitha pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market në Shqipëri edhe në Kosovë për të parë të gjithë diversitetin e madh të produkteve që Neranzi ka për të ofruar për ju. Zgjidhni produkte cilësore, zgjidhni Neranzi. Nga unë Alken Çuko, mirupafshim.